Të nderuar besimtarë dhe të pranishëm, a thua vallë, në shkon ndërmend do njerë të pyesën vetën se përse Allah i madhëruar na dërgon her pas here sprova. Çdo kush duhet të ndalet me veten e tij këtë pyetje sinqerisht dhe seriozisht t'ia parashtrojë vetes edhe t'i japë një përgjigje të saktë. Të lumtoje veten, a thua vallë, përse Allah i madhëruar na sprovon. Ti ish i bindur, thellë, se Allahu nuk na sprovon për të na ndëshkuar, e as për të na dënuar, po për të na drejtuar, për të na korrigjuar, për të na inspektuar, për të na mbrojtur nga të këqijat që mund të vijnë, edhe në fund për të na përkryer, për të na përsos. Ne nuk e dimi se në sprova, në mbretësinë e sprovave, çka mban prej të mirave. Do e sjellni vetëm rastin e Merjemës a.s. nënën e Isait a.s. Keni ndëgjuar, keni lexuar të shumë. Ju e dini se kjo nanë, Allah i madhruar, me një sprovë që e sprovoi, i erdhi një lajm nga qielli duke i thënë se ti do të lindish. Ndërsa kjo thonte, unë s'kam pas burr asnjëherë, as që kam brek. Mirë po Allahu kur do diçka, mjafton të thotë bëhu dhe bë. Edhe nuk ka këtu as presje, as pikë pyetje, as pikë çuditje, vetëm pikë. Kjo duke ditur natyrën e njerëzve, po dhe natyra e njeriut, kjo si mund të ndodhë, edhe nga frika se do të akuzojnë, edhe do të shpifin, ndërsa nuk e dinte ngrata, sa janë në barkun e saj është duke bart një mrekulli, që ka me ndriqu dhe reflektu universin botën. Edhe na nuk e dimi kur të sprovojme dhe një sprovë. Pse be kështu? Ai, si do dalë? A nuk e dimi se në mbretësin tonë? Ku e disa të mira. Kështu thonë të dhe Merjema. Edhe Allah i madhruar e përshkrujtje halin dhe gjendjen e saj duke thonë, qalet, ja lejteni, mitu qable hadha, wa kuntu nesjen mensia. Ta kisha pasat fatune, të kisha vdekune, para sa ta lindi këtë fëmijën që kam në bark, edhe të isha haruar krejtësisht. E fonte nuk e dinte se është duke e bart një pejgamber, një mrekulli prej mrekullive të Allahut. O vëllezër, na ndodh të la. Pse në ndodhi kjo? A nuk e din bë pastaj, kanë më të hapë syt, kemi qenë vizionar, larë pambas, kemi thonë, elhamdulillah, o Zot që më si dhe këta, se pas kësaj, ka nërë gjana shumë të dobishme për vetën time, familjen dhe për rrethin. O Zot, ti e di më smirti për neve, andaj me çdo sen që ka na godit dhe na sprovon, janë të mirë se ardhur. Urtësi dhe fshetësi të Allahut askush nuk e din. Askush na sprovon për më na shpalos, për më na gdhen, për më na largu gafletin, shkujdesin tonë, për më na largu se imi dhon shumë as dunjas. Kja nu shumë të gjatë, majat kanë balansin mes dunjas dhe ajretit, edhe na godet dhe na sprovon me lloj vështërsie, na korrigjon, na drejton, na orienton, na ndalat hovin e madh që kemi pas kësaj dunjaje. Andaj duhet të thojmë, o Zot, ata që ke caktuar për neve, qofte hajri. Nëse është e hajri dhe dobi për mua, familjen time, për dunjan time, për botën tjetër të ardhshëm, për fejen time, Zot ma mundso dhe ma lehtëso. E nëse është e keqja, dhe një telashe dhe fatkeqësi për mua dhe familjen time, për këtë botë dhe botën tjetër, o Zot ma largo. Ne nuk dimi asgjë. Elhamdulillah që Zoti e ka marrë përsipër. Nuk na i kalon neve ne ta menaxhojmë ardhmërinë tonë. Nuk kemi aftësi dhe potencial dhe energji ne për veten tonë me ditë ç'është më e mira. Se jemi të vegjël e jemi. Shikimin kemi të shkurt, ndëgjimin ashtu,
jemi me aftësi të shkurta qoftë në meditim dhe në mendime. Ajo është i larti, më i madhi, më i fuqishmi, patroni kësaj dunjaje, ai di çka është në favorin tonë. Andaj Zoti dhe na sprovon për këtë gjëra. Po, ne duhet t'i kuptojmë kështu drejt dhe sakt, e jo t'i kuptojmë me kuptime dhe paragjykime të këqija. A thua valla pse më goditi nuk jo? Po nuk e dimi na, po i pyete njerëzit që janë të sprovuar shumë, edhe ti thuaj vallë, a kishe pas dëshirë ndërhyrje të vazhdi për veten tënde për çdo sprova, apo shqyqyr që e kilon Zotit mbi kqyre dhe në menaxhim? Jam i bindur thellë, pjesa dormuese do thonte shqyqyr që Zoti e ka marrë përsipër. Ku e di ti se çka është në favorin ton? A mi pas 2 fëmijë apo 3 fëmijë? Apo një djalë apo një vajzë? Sa nga njerëzit kanë dëshirë, ta kam djalë, ta kam një djalë, se kam vetëm vajza. Po i pyet ato të tjerë që kanë djemë, thonë, mos kisha pas asnjë, se ma ka bë jetën të zymt. Zoti di çka është në interes dhe favorin tonë. Andaj duhesh të ulesh edhe të mendojsh, subhanallah, pse na sprovon Zoti? Këtë pyetje duhet her pas here. Kjo që ndodhi, çfarë mesazhi le në vete? Duhet. Besoj se secili për juve ka pas prova të çuditshme, madje ndoshta edhe të mëdha. Po jam i bindur se nëse ka qenë i mençur, ka qenë në favorin e vet. Nëse nuk ka marrë mësim, këta duhet ta godasësh me një goditje të çoroditish se nuk merr fare vesh. Sprova, kështu thuhet edhe një fjalë, vjen sprova si një shuplag për më të vetëdisu, po nuk morë vesh vjen me të dyjat. Në xhumje, akoma jeni në agoninë e dunjas, kënaqësitë e kësaj dunjas, shkundu njëre për gjithmonë. Shkundu se e keni krijues, e keni një Zot, i cili ki hak dhe të drejta nga Ati, ndaj familjes, jo ta që shkon me orë të tëra, me shoqëri, e haron familjen tane, e haron Zotin tanë, ti ki hak ndaj Zotit, ndaj familjes, ndaj e vladve, madje dhe ndaj vetës tane. Andaj sprovat qenë ka në favorin dhe interesin tonë, jo rasisht i dërguar e Allahut me një hadith që ka thënë edhe ka përshkruar, nuk e godet besimtarin një mërzi, një pikëllim, një vujtje, madje edhe një gjemë në këmbë nëse i futet, vetëm se Zoti do t'ja pastrojë mëkatet prej këtyre gjërave. O sa mirë! Një sprovë që t'vjen, një mërzi gjysore, 30 minuta, që të qarkullon në kokën tane, nëse ban sabër, mund të jetë shtyre dhe gjunave dhe mëkateve që kjo botë kaluara, ose mund të jetë diçka më pozitive. Zoti do më të ngrit, më të avancu, sa më lartë tek njerëzit e mirë. Një mërzi, një brek, një sprov, madje dhe shikoje, edhe një gjemë, një therë, të futët në kam, që nga sprov mu të falë gjunave. Pastaj dërguar Allah me gjadit ka thonë, kujtja donë Allahu të mirë në sprovon. Po Allah do më adosh të mirë se ka pas shumë mëkate të gjunaje, ja që një smundje, ja që një bela, një fatkeqësi, diçka të pakëndshëm, më ja pastru fakturat e jetës. Sa është rënë me shku te Zoti me faktura të mëdha. Që do thotë, që nga në interes tanë. Po shkurt, unë mund ta me një epilog ta përfundoj, sprova dhe telashat më të mëdha dikush i kanë pas. Pejgamberët e Zotit, njerëzit më të dashur të Zotit, ashaddul bala anbiya, thumma amthal fa amthal, ala qadri imani yusib rajul min musibe. Sprovat më të mëdha dhe sfidat i kanë pejgamberët e Zotit, pastaj ata që ecën në rrugën e pejgamberëve, më pastaj ata që ndjekin rrugën e pejgamberëve, varësisht sa i ki imanin dhe besimin dhe fenë e fortë, të vinë sprovat. Fenë e dobët, sprovat e dobta. Andaj për sfundi, ta shfrytëzoj rastin, me gjithë të sprova që sprovove me jetën e përditshëm, asgjë nuk është aja që ka ta shfrytëzoj në këtë ditë të xumaje, që janë duke sprovuar vëllezërit dhe motrat tonë në Palestinë. Mos i harroni. Ne jemi rahat, kemi me hangër, me pi, komoditet, rahati, të qetë, lëvizit, me makina në kam, mirë po mos t'i harrojmë ata tje, të cilë Zoti ka sprovuar me sprovat mëdha. Lusë Allah në madhëruar, Allah t'i jep rrugdalje, fitore të afër dhe të shpejt, ndërsa zullumqarë dhe ata që janë agresiv, Allah t'i ndishkoj me ndëshkim të atashëm që mos t'ju bere ndërmend që të bëjnë pa drejtësi dhe mizëri të tjerëve.
Allahu na përfshi me rahmetin e vet, na I fal gjunat e vogla dhe të mëdha.